Egli debatoi me gjestin e ashpër dhe madje e ka pyetur këngëtarin se pse i ka bërë disa veprime për ta lënë atë që të kuptojë se mes tyre po lind diçka. Nga ana tjetër, gjesti i drejtohet duke i thënë se ajo është fajtore që e ka dashur dhe e ka sjellë në atë gjendje. Ai shton se ajo e ka shkatëruar. Jam shumë fajtore që të kam dashur, më vjen zor nga vetja sidomos me atë që po bën tani. Me këtë që po bën tani vetëm më fto, ma neverit më shumë, i kundër përgjigjet Egli, e cila më pas shton se më mirë me i thënë një qeseje të dua se sa ati. Të ka pëlqyer kur i ke bërë gjëra, të ka pëlqyer kur më ke thënë dalim jashtë dhe flasim se nuk të flas dot këtu. Nuk e fajti, unë kam vetëm një faj që të kam besuar, ka thënë Egli. Më tej gjesti është përgjigjur. Ti e fajtore që më ke dashur mua dhe më ke sjellë në këtë gjendje, ti më ke shkatruar, a jam fajtor që nuk të kam dashur. Më tej Egli thot, je shumë i besueshëm, bravo të qoftë. Jam shumë fajtore që të kam dashur, më vjen zor nga vetja sidomos me këto që po bën tani. Nuk të kam bërë asgjë që kur kam ardhur në shtëpi. A do të përfitosh nga një vajzë që të thot të do? Gjesti më tej thot, po unë të mbaj përgjegjësi që nuk të kam dashur. Ndërkohë debati ka vijuar më tej me tone më të ashpra.